Nëse monet po. Regjia, nëse monet një fotografi e ki, po të lutem. Çka është kjo? Kjo është e ki Gjumhuriyetul Mosfal Arabia, Wizaratul Awqaf, Republika Ç'është? Se feja shqiptare shqiptaria. Arabe egjiptiane, po. Arabe egjiptiane, Ministria e Kulturës fetare. Egjiptiane arabe. Kjo është një mushaf që unë shpesh e shfletoj edhe nxjerrin apo videot e mia. Çka kjo? Çka Këtë rëmëllam për hoxhën me dalë me ma lexu, ta këshili që shë lexon. Ç'e lexon ti? S'ka nevojë me ta. Ky po thirret që është ekspert i gjusale ta lexo ky, se kjo po thotë shtetoj çdo ditë. Nëse ai do ta dinte, ta lexonte tekstin e Kuranit nga koha e kalifit Uthman bin Affan. Jam thellësisht i bindur se do të dilte për të demonstruar leximin e tekstit. Por unë nuk e fajsoj për këtë që nuk di, sepse në medreset dhe fakultetet islame nuk studiohen kaligrafia, shkronja, teksti i Kuranit. Unë i fajsoj pse nuk e pranojnë që nuk din, janë të programuar dhe nuk kanë kur far lidhje me Kuranin. Unë e nisan ta garantoj. Këtu quhen makhtutate. Ky garanton, por nuk thot asgjë, sepse nuk tregon se mahtutatet janë dorëshkrime. Në Kuran, rënja e kësaj fjale përmendet vetëm një herë dhe unë i kam kallëzu Molla Sadris qysh në vitin 2022 në gusht, kur ka ardhur për herë të parë në kalat të Shkupit. Ta merr laptopin e laptopin, ja çoj edhe ti atë. Po s'di me lexu. Çfarë do të thon, libër. S'di me lexu ki. Tha e shfletoj, nuk shfletohet ajo. S'di me lexu. Sa ajo është makhtuta, domethënë është dorëshkrim i vjetër, shiç as nuk ka vokale, as nuk ka pika, për shkak se në fillimin e zbritjes së Kuranit, arabët e kanë lexuar Kuranin pa vokale, pa pika. A thënë të gjithë xhallar sot Kurani kaligrafi nuk ka pasur para zanore. E, I, U, apo? A thënë xhallar s'ka pasur edhe numra që kemi sot, apo? Kaligrafia hët përmendet Kur'an vetëm një herë. Dhe kaligrafien, këto gjerma që kanë Kur'anit nuk kanë ekzistuar para Kur'anit. Në momentin kur ka filluar të zgjerohen kufit islam, njerëzit e huaj që kanë hyrë në islam, nuk ka pasur kufi islam, as shtet islam, kur është shkruar Kur'ani, siç thot ky sektor i hanefizmit, siç janë të programuar kështu njëjtë të gjithë hoxhallarët e kombit të sultanit. Nuk e kemi një provë, një fakt se në kohën e Hazreti Muhamedit të Medinës dikush e ka quajtur veten musliman, lere të flas për kufit të shtetit islam. Në literaturën e hadithit, kur lexojmë informacione për historinë e 4 kalifëve të parë, mësojmë se janë quajtur Emirul Mu'minin, udhëheqës të besimtarëve. Gjithashtu në literaturën e hadithit mësojmë se në Medinë kanë jetuar ensarët, muhaxhirët, hebrenjit e të tjerë. Askund nuk gjejmë një citat se ensarët dhe muhaxhirët janë quajtur si musliman. Kisha pas shef dikush nga buharxhinjet, që më sjell ndonjë informacion me fakte e prova se janë quajtur musliman. E kanë lexuar Kuranin gabimisht, pastaj është ndjen nevoja për me qitë vokalet, fet hakes e dami. Po dhe kjo nuk është më rëndësi për publikun. Publiku nuk ban me ditë se të gjitha kopjet e Kuranit të botuara sot me shenjëzime janë bazuar te ky Kuran i Muzeut Kairës, që daton nga koha e kalifit të tretë Uthman bin Affan. Dhe kur i shohim sot edhe kopjet e Kuranit në Birmingham, në Topkapi, se si është shkruar Kurani, qartë shihet se të gjitha janë të njëjta në tekst, në dorëshkrim. Nuk ndryshon njëri prej tjetrit. Mirë po, botimet pas vitit 1924 kanë prekur në shkronja të dorëshkrimit Kuranit, ku kemi shumë shembuj të tillë, siç kanë folur për fjalën mesxhit, ku pas germës kanë shtuar një elif për ta bërë në shumës, siç për shehni në dritorën time. Disa herë kam shkruar në statuset e mia në Facebook se sporti më i rëndë është sporti i teologjisë. Pra, do të dini se pjesa dërmuese e teologëve mbi 90%. Njëjtë si ky xhami. Për publikun është më rëndësishëm ju tregu që Tim Shkupi ka ardhur me një shkrim që ka dërguar diku nga Egjipti. Agenti i kombit të sultanit, për shkak se nuk dit ta lexoj tekstin dorëshkrimin, pa i ndihmuar unë. E lexove, shkruan Gjumhuriet Mosfal Arabia. Aty është vetëm prej ku ke marrë. Vetëm pak be. Po shpjegona veç nalt. Vetëm pak. Një copë e mushafit që është të bun kohën e Osmanit që gjendet në Muzeun e Kairës. Edhe e mbrojtur nga Ministria e Kulturës. E ç'ka arritje me marrë këtë? Po e ku marrë po jo më se ka Unë flas për mushafin e Muzeut të Kairës, për shkronjë dhe për tekst Kuranit.
që jo vetëm për mua, por për të gjithë është venduar në disponim për ta parë edhe në muze, por edhe për ta poseduar përmes incizimeve. Le ta tregon se ka bu foton e xhep, le ta tregon që u taku me ministrin e çështjeve fetare, por nuk ka shans as dete dera me mri. Mundohet të thotë se unë nuk mund të takohem me ministrin e Egjiptit. Nuk mund të afrohem edhe te dera e tyre. Por shejtani I kombit sultanit nuk e di se Tim Shkupin e viziton ambasadori e shtetit të Izraelit Miti Shkupit. Në hotelin Marriott me ambasadorën e shtetit Izraelit Vivin. Faleminderit shumë për vizitin dhe takimin e shtretshëm. Thank you for the meeting. Thank you. Miropafshim. Por ne nuk po flasmi për takime bilaterale, po flasmi për shkrim, për shkrim të shkronjave të Kuranit. Ajo shkuran timi? Nuk po shën asgjë çka është mas pari. Atë veç po thot Gjumhurietu el Misr al Arabie. E çka është që shkruajnë? Ata do më shpjegoj timin. Çka është që shkruajnë? Unë lëre njëri tjetër më shpjegoj. Çka është që shkruajnë? Të lutem. Le ta shpjegoj, ky ka sill, nuk e di ku ka marrë ta. Çka është që shkruajnë? Dëgjoj, janë mas pari herë. Ky nuk po din as me lexu. Po jo shko, mos më thuj s'po di. Po lexoje që trirë po Ti pyet. po thu se ti ki Lexoje. Po lexoje, çka po thot? Islami jot ku bazohet. Po libri Islamin lexoje, çka po thot? Çka po thot kjo? Çka po thot kjo? Çka Unë e di çka thot. Po çka? Siç për e shihni, unë jam munduar me këto sjellje të tregoj para jush se shejtani I kombit të sultanit, por edhe të gjithë shejtanët tjerë, të cilët ju flasin në emër të Islamit, jo që nuk kanë mësuar Kur'an, por çdo gjë e kanë me diktat të programimit të shkollave sektore, të cilat nuk besojnë në shkronjë në dorëshkrim, por besojnë në leximin, shqiptimin e dorëshkrimit të një varianti, ku në shumë raste është e kundërta asaj që është si dorëshkrim. Tani do të shehni se kur unë I tregoj se për cilin ajet bëhet fjalë, në cilën sure fillon të shqipton ajetin, por jo të ndalet të dëgjoj për shkak se këta nuk kanë as sy as vesh për të dëgjuar Kur'an, janë trajnuar për ta ruajtur sektin e tyre Hanefi dhe përmes atij sekti mendjen e kanë të sultani. Kur e them këtë, unë e di mirë sepse kam kaluar vetë në për ato shkolla. Hajdo, a do mund të kallëzoj se ajet është? A do mund ta kallëzoj se ajet? Kallëzoj Sadri se ai po të pyet. Ja, Jo, do mund ta ti kallëzoj livre se hoxhën, ajet. të lutem. Po vllot, a do me kuptu dijen. Po. A dim se nuk e kallëzoj? Pse? Se dija kushton parë. Po ai me parë. Ku marrën për parë, vetëm parë. Vetëm parë. Tharmash studion. Surja 33. O ti si beson Kuranit, edhe s'ke nevojë më pyet për Kuranin. Unë as nuk e pyeta, vetëm I thash surja 33 e Kuranit. Unë nuk përzihem në besimet e njerëzve, por për shkak se Ilahi më ka dekoruar me dijen e shkronjave, frazave, ajeteve dhe numrit 19 të sigurisë. Bismillahirrahmanirrahim. Me lejen e Ilahit, haptazi deklaroj se unë jam dëshmitar I juaj, se o xhallarët, jo që nuk e njohin, por as nuk e besojnë Kuranin famlar. Daj kishte frikë prej Kuranit dhe asnjëherë nuk më është referuar me ndonjë ajet nga Kurani famlar. Edhe pse mua Molla Sadria më ka ftuar me diskutuar për Kuran. Përshëndetje, te Gjergji. Kalmëm vizitu Molla Sadria. Molla Sadri? Kalmëm su te Gjergji. A je mirë si atimi? Mirë, Apo shkojmë na shpjegoj Kur'anin ajo? vetëm Kuran. Faleminderit Më shumë. kallëzu që ju kanë mashtru. Unë jam I hapur për të gjithë me diskutuar për Kuran, por vetëm me fakte, prova dhe argumente. Surja 33 e Kuran. Mua këta, po. Tash, ku marrë ti, për Molla Sadrien. Po, bravo. Shërbim, edhe shërbim shikuzët ku shia. Bravo të artë ditë, bravo, hajde. Edhe shkoj me rënë. Kjo është ajeti 40 I surës 33 El Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulu lah
Ja s'le Kjo zërë është- qashtu. Gabim është. Vetëm pak o shoq. Gabim është, prit. Pse Vetëm është pak ta gabim? përfundoj ta përfundoj, halos ku rrit te kjo. Pse o gabim talon në Ama, Andi, le të dëgjoj, në rregull, le të dëgjoj. kry. Po mos ndëroj, të lutem. Që kjo është h, që kjo t, që kjo m. Kjo lexon ha temu an-nabiyyin, po nuk është hitmu an-nubiyyin. Pse s'e çashtu ti hoç? Hajde. Se u mundu, kjo po do me orë dikun të fund. Që të fjallën Allah me je nga Kurani, me dëshmu para gjithë që fjallë Çish Allah. lexohet çka sipas teje? Ha? A do me thonë lexohet Allah. Tani e di se për çka bëhet fjalë. Mundohet të ikë dhe të ndalet te fjala Allah. Tani të gjithë e dinë se nuk ka shkronjë L në Kur'an. Sikur e dinë të gjithë se unë e përdori ilah Allah. Sikur se shkronja e elif nuk bëhet a dhe germa L me përforcim, për formën e shuar mund ta lexojmë Allah, siç është në shkrim të Kuranit, e jo në ndonjë variant tjetër, pavarësisht se bëhet fjalë për krijuesin e vërtet, por muslimanët sot besojnë se fjala Allah është emri i Zotit, gjë që nuk është dhe askush nuk e di emrin e Zotit. Cilla? Jo besoj atë kuçi, atë kuçi, e kuça që lexon. Khatemun nebijin. Jo khatem që se bën kë. Qire, vetëm pak. Që kjo është elif, që kjo është lam. Që kjo, për shumë është një dhamë që to. N, B, J, N. Ku është aje J-ja? Jin, nuk ekziston të teksti. Kopja poshtë është nga Ministria e Kulturës së Egjiptit, kopje e vjetër si është shkruar Kurani në kohën e profetit dhe si është përmbledh në mushaf në kohën e perandorit të tretë Hazreti Othmanit. Pra, si që e sheni ajetin 40 të surës El Ahzab, në kopjen e vjetër nuk është ashtu si që na servojnë, plotësisht në kundërshtim me shkrimin e Kuranit nga koha e Hazreti Muhamedit. Te kjo e sodit i keni 400 gjeta me në kallëzu se bëhet fjalë për profetët, pejgamberët. Dhe aty ku është fjala HTM, te kopja e vjetër nuk ka elif. Te këta të sodit ka elif. Nuk ka ku të mendim ndryshe, nuk ka teori, pra kopjet e vjetra të Kuranit në shkrim ndryshojnë komplet prej kopjeve të reja, që do të thotë dietarët e të ashtu quajturve musliman kanë ndërhyrë në Kur'an dhe kanë shtuar germa, elifa dhe ja kanë ndryshuar kuptimin komplet në të kundërtën e asaj që është mesazhi në Kur'an. Të kërë e pegatës Sadris. Dhe kusht? Jo, ja, njerëzit çka e shohin molla Sadria. Po, çfarë do të Ata e shohin si tim shtupi, o të kallëzu prova. Jo, hoxhallar, nuk e njihni Kur'anin, nuk e njihni shkrimin, nuk e njihni ndonjë germë. Çka po të Qëllimi i kësaj është as formati i emisionit me shpjegu kësi gjëra, kur këtu janë për seminare, për konferenca. E shehni, unë flasë për Kur'anin, me medituar Kur'anin, me kuptuar germën, fjalën, rrënjën e saj prej brendësisë vetë Kur'anit, e jo me programimeve të shkollave sektore, ndaj paraqitja ime, me fakte e prova, jo vetëm për këtë hoxh, por për secilin hoxh të fesë të turkut, prej hoxhës më të madh Molla Naimi dhe deri te më i vogël, është format seminari, konferencë, ku ata duhet të dëgjojnë të vërtetat dhe lajmet që jep imami i shqiptarëve timshëm. Ku audiencë janë vetëm hoxhallarët dhe ata që studiojnë fen islame. Ku audiencë janë vetëm hoxhallarët dhe ata që studiojnë fen islame. Një audiencë është një grup njerëzish që shikojnë, dëgjojnë ose konsumojnë përmbajtje, siç është një performancë drejt për drejt, siç ishin lajmet e mia nga Kurani. Por hoxha i kombit musliman ende nuk e ka qartë se nuk e kemi një ajet që dikon të urdhërohemi në Kur'an ta studiojmë islamin. Por përkundrazi pyetimi 4 herë pse nuk e meditoni Kur'anin. Islami nuk është fe, është besim politik dhe në kundërshtim me Kur'anin. Islami si fe nuk është imponuar nga profeti Muhammed. As nuk e kemi një frazë feja islame në Kur'an. As nuk kemi frazë umeti islam, shteti islam, kalifati islam, që i përdorin sot hoxhallarët, imamët e muslimanëve në mjediset shqiptare dhe rrjetet sociale.
Janë 7 lexime, vetëm pak. Po çfarë po kujtim të këtu lexime Janë 7 leximet Kuranit. I kem super smash. Janë 2 leximet të imponuara. Është Hafs ibn Sulejman, i cili ka vdek ka fundi i shekullit 8, kurse Varshi ka vdek fillim të shekullit 9. Unë jam i hapur dhe ju tregoj se edhe sot nëpër medrese, fakultete islamike nuk mësohen këto gjëra. Nuk meditohet dhe studiohet Kurani. Në fakt, nuk din të bëjnë dallimin nga dorëshkrimi prej leximit shqiptimit. Unë jo një herë, shumë herë ju kam demonstruar se Kurani është dorëshkrim, manuskript e jo zon. Sepse si lexohet sot Kurani, nëse do ta shkruanim në bazë të zonit të hafëzllarëve, do të duhet të zëvendësonim shumë shkronja me shkronja se si e dëgjojmë sot Kuranin. Gjermën sod e lexojnë z. Ihdina az-sirata al-mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Nëse unë tani dëna me shkrujt këtë, që she lexonaj me goj, vend që me shkrujt me German sot, dëna me shkrujt German z, se veshi e dëgjon German z. Tani ajo që juve ju intereson në lidhje me ajetin 40 të surës Ahzab, ku komentatorët mufesirat frazën e ndryshuar prej Khitamun Nubiyyin në Khatamun Nabiyyin, e përkthejnë se Muhamedi është vula e profetëve. Nuk është e saktë. Fjala Khataman në fjalorët e gjuhës arabisht fëzve. Khatama amaluhu, atammahu wa anhahu wa faraga minhu, balaga akhirahu. Përkthimin e jep Google Translate jon. Për shkak se si fjalën khatm, që e ka ndryshuar me një elif për zotje pas germës siç po e shenë në dritarën time, njëjtë edhe fjalën pas në BJN e ka ndryshuar duke shtuar një dhëm pas germës j, siç po e sheni për të treguar se është germa j tjetër që kupton i për zotje dhe se bëhet fjalë për profetët lajmtarët an-nabiyyin. Në fakt, këtu bëhet fjalë për risalën, mesazhin që sjell mesengeri i dërguari i Ilahit, që ka përfunduar sharimin e risalës në lidhje me Kuranin, se folja në fillim të ajetit është në kohën e kaluar. Ma kane Muhammedun. Muhamedi nuk ka qenë babai asnjërit prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguari i Ilahut dhe sharuesi i fundit, dhe Ilahu ka qenë në dieni për çdo gjë. Që të më kuptoni akoma më mirë, nëse shkoni te Surja Maide, ajeti 75, e keni të njëjtën fjalë Nubayyinu, vetëm se e keni në formën e pashtuar dhe përkthimin e keni sharim. Pra bëhet fjalë për sharimin e risalës, teksteve, dorëshkrimeve të Kuranit famlar, dhe jo për profetët lajmtarët an-nabiyyin, siç po i sheni dallimin të dritarja ime. Të nderuar shqiptar, motra e vëllezër, kudo që jeni, pas gjithë kësaj që demonstrova, unë jam thellë i bindur se nuk ka hoxh, nuk ka shejtan as në Tiranë, as në Prishtinë, as në Shkup, as kundi që mund demonstroj kështu në këtë mënyrë. Për shkak se shejtanët e fesë islame, që thirrën në emën të hoxhallikut, që janë jeniçer dhe mbetja osmane në trevat shqiptare, nuk e njohin Kuranin. Lere që nuk e njohin, nuk e besojnë. Feja e tyre është feja e turkut dhe s'ka të bëjë asgjë me besim. Unë them, Zot shqyqër që më ke dekoru
me germa, me fjalë dhe me punë dhe me ekipin më të mirë që e kam në rrjetet sociale dhe në internet. Ju përshëndes deri në ndonjë paraqitje tjetër.